Disa vende pranë Myanmarit kanë dërguar anije luftarake dhe avion të ngarkuar me ndihmë, por edhe personel për t'u bashkuar ekipeve të shpëtimit, pas një tërmeti të fortë që shkatroi pjesën më të madhe të kombit të varfër të Azisë Juglindore, njofton agjencia e lajmeve Reuters. Të paktën 1600 persona kanë humbur jetën dhe 3400 u plagosën nga tërmeti i së premtes me magnitudë 7.7, një nga më të fortët në Myanmar në një shekull, tha qeveria e tij ushtarake. Të gjitha spitalet ushtarake dhe civile, si dhe punonjësit e kujdesit shëndetësor, duhet të punojnë së bashku në mënyrë të koordinuar dhe efikase për të siguruar përgjigje efektive mjekësore, kanë njoftuar autoritetet. Shërbimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vlerësoi se numri i vdekjeve në Myanmar mund të shkojë deri në 10.000. Tërmeti tronditi edhe pjesë të Tajlandës, duke rrëzuar një gradacel në ndërtim me sipër dhe duke vrarë 17 njerëz në të gjithë kryeqytetin. Të paktën 78 persona mbetën të bllokuar në rrënojat e ndërtesës së shembur. Kjo është fatkeqësia natyrore më vdekjeprurse që ka goditur Myanmarin ndër vite, duke dëmtuar infrastrukturën kritike, përfshirë një aeroport, autostrada dhe ura, dhe duke ngadalësuar operacionet humanitare, kanë bërë të ditur Kombet e Bashkuara.